Bizneset tash sa kohë janë duke u ankuar për shtrejtimin e energjisë elektrike. Tani që temperaturat kanë rënë përveç prodhimit, ato janë detyruar të fillojnë edhe ngrohen e hapësirave të punës, gjë që po shton edhe më shumë shpenzimet mujore. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve për Rrafshin e Dugaxhinit Argjen Fetahu tha se me faturat e reja të muajit tetor shumë biznese janë ankuar pasi po përballen me vështirësi në mbulimin e kostove të energjisë. Ne si Aleancë Kosovare Bizneseve zyrëm konkretisht jemi këtë kohë në terren dhe kemi pranuar ankesa të ndryshme nga kompani të ndryshme, prodhuese, proponuese, shërbyese të tjera që operojnë në komunën e Gjakovës. Konkretisht në rastin konkret lidhe me KEC. Në kompani të mëdha, të cilat kanë dalë në treg të lirë, tarifat kanë hyrë mbi 200%, ndërsa në kompani të cilat nuk kanë dalë në treg të lirë, bizneset e vogla të mesme dhe të mëdha, po të cilat nuk janë treg të lirë, fakturat janë të ndryshme, domethënë, po ngritje çmimeve ka. Dhe kjo është një pothuajse një krizë e thellë për bizneset në këtë kohë të cilën jemi, dhe tash duke hyrë në sezonin e dimrit, që tarifat ende janë duke rritur, por nuk kemi diçka konkrete lidhur me KEC, lidhur me tarifat. Me tarifat cilat janë. Disa biznese vinë fakturat ndryshe, disa tjera ndryshe, nuk kemi ne kalkulim konkret për këtë temë. Në lidhje me qëndrueshmërinë financiare të bizneseve, sidomos kur bëhet fjalë për çmimin e energjisë elektrike, Fetahu shtoi se stabiliteti ekonomik i shumë kompanive është vënë në pikpyetje. Bizneset, pothuajse siç e dim, siç e kemi potencuar edhe më herët, janë duke kaluar një krizë shumë të thellë, në shumë forma dhe në shumë aspekte, por nëse flasim tash në rastin konkret të KEC-it, janë duke kaluar një krizë shumë të keqe. Kemi shumë ankesa, siç e potencuar edhe më herët, ka ndodhur në pjesën e së keqe, shumë kompani që ka pasur ndërpretërimës pa paralajmërim, gjë që ka ndodhur në prodhim, ka shkaktuar dëme të mëdha. Po me këto tarifa, domethënë, typese çmime, domethënë bizneset që janë gati se disa në shuajtje të vogla, disa tjerë në borxhe duke hyrë, disa tjerë duke reduktuar stafin dhe nuk qëndron mirë. Fetahu apeloi që qeveria dhe ZRR-ja të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme për çmimin e energjisë, në mënyrë që bizneset të mos përballen me rrezikun e mbylljes gjatë muajve të ftohtë të dimrit.